programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarë ungjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, të kesh uri dhe etje për Perëndin, pjesa e parë. Keni qëndruar ndonjëherë para një frigoriferi që mund të ketë qenë plot, gjysmë plot ose të ketë patur më pak, dhe mundoheni të gjeni diçka për të ngrënë. Dhe ndonjëherë frigoriferi është plot. Dhe ju i qëndroni aty me derën e hapur dhe vazhdoni të kërkoni pa pushim me pa pushim. Nuk është se aty s'ka gjë, aty ka aq shumë sa ju s'po vendosni dot. Dhe më në fund, ju zgjidhni disa gjëra dhe me që nuk po gjeni dot diçka që mendoni se do t'ju kënaqte me të vërtet, merrni pak nga të gjitha para çfarë bëni e kaloni gjithë mbrëmjen duke ngrënë, filloni të shëndosheni pak dhe të ndjeni më pak kënaqësi dhe ajo që ndodh në fund të mbrëmjes është se keni ngrënë një pirg me gjëra jo të shëndetshme, por sërish nuk jeni të lumtur dhe nuk jeni të kënaqur. Kjo është ajo që ju zgjodhët vetë. Kjo është mënyra se si jetojnë shumë njerëz. Ata hedhin vështrimin për rreth, zgjedhin pak nga ajo tjetra dhe dini se çfarë ndodh? Ajo që ndodh është thjesht kjo. Ndërsa ata mund ta kënaqin urinë e tyre, për kohësisht, ata vetë s'janë kënaqur. Sepse Perëndia na krijoi ne që të kemi uri, për shembull na ka krijuar me një uri për shumë gjëra në jetë. Prandaj, kur ju mendoni për urinë dhe etjen, duhet kuptoni që janë krijimit e Perëndisë. Në këtë mënyrë trupi juaj vazhdon të jetë gjallë. Nëse s'do të kishte ushqim dhe ujë, nuk do të jetonim dot gjatë, sidomos pa ujë. Prandaj, kur ju mendoni për këto gjëra, ato që kënaqin oreksin ton fizik, janë një mori gjërash. Por çfarë kënaq oreksin ton shpirtëror? Dhe pyetja që lind është, a keni vërtet një oreks shpirtëror? Dua që t'i hapni Bibla tek Psalmi 42, dua që të lexojmë 2 vargje këtu. 2 vargje tek Psalmi 42. Dëgjoni se çfarë thot Davidi teksa mendonte për jetën e tij dhe çfarë po ndodhte në atë periudhë të caktuar. Më lejoni t'ju shpjegoj sfondin. Ai ishte larg Jeruzalemit në atë kohë dhe mbase në atë kohë Absalomi kishte fituar popullin dhe kishte larguar babain e tij. Dhe s'ka dyshim që ai kishte parë dhe përjetuar këtë disa herë, sepse e nis këtë kapitull duke folur për gulçimin e një dreri. Dhe kur një kafsh gulçon, nëse keni ngarë ndonjë kal, sepse asnjëri për nesh s'ka ngarë një dre, por një kal kur është duke vrapuar gulçon dhe ne e ndjejmë atë që ndjen ai. Dhe ka mundësi që Davidi ta ketë parë këtë tek ndonjë prua apo pell, dhe ndërsa e ka parë, mbas edhe ka menduar për këtë, dhe më vonë ka shkruar, ja ç'thot në vargun 1 Psalmi 42. Ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rreket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, o Perëndi. Shpirti im ka një etje të madhe për Perëndinë e gjallë. Ka shumë mundësi që kur ta ketë parë këtë, në atë çast të jetës së tij ai të ketë patur etje, uri dhe dëshirë që gjërat të ishin siç duhet. Në zemër ai dinte që ishte i rrethuar nga telashe të mëdha dhe në zemër ai e dinte se mbi të gjitha ai kishte nevojë për marrëdhënien e tij me Zotin. Dhe duke ditur në zemër që ky ishte çelësi për gjithçka, ja se çfarë thot. Ashtu si suta ka një dëshirë për rreket e ujit, ishte jetur e raskapitur mbase po arratise nga diçka që ishte përpjekur ta sulmonte, kurse tani kishte gjetur pak qetësi dhe na thot: Zot, shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty, për Perëndinë e gjallë. Kur do të vi dhe të paraqiten para Perëndisë? Në këtë takim dua që të mendojmë për këtë çështjen e urisë dhe etjes për Perëndinë e gjallë. Dhe nëse në këtë takim, nëse do t'ju pyesja, a keni uri për Perëndinë? A keni një etje të vërtet për Perëndinë? Pastaj, nëse ju kërkoj që të më jepni një ide se çfarë bëni gjithë ditën, 7 ditë në javë, mbase do t'ju përgjigjeshit më mirë se unë kësaj pyetje, edhe nëse e bëni edhe nëse s'e bëni. Më dëgjoni me kujdes, s'është kurrë qëllimi im që të jem kritik. Ju kërkoj vetëm që të jeni të sinqertë, sepse ka patur raste në jetën time që më është dashur ta pranoj, jo, Perëndi, zemra ime nuk ka një dëshirë të zjarrt për ty. Mendoj se kjo mund të ndodhë gjithë secilit prej nesh. Duaj që të mendoni për gjithë idenë e të qenurit i uritur dhe i jetur për Perëndinë. E mbani mend se ku e keni takuar bashkëshortin apo bashkëshorten para se të martoheshit dhe filluat ta donin shumë njëri tjetrin, e dinin që do të martoheshit. Dhe mezi prisnin që të flisnit në telefon ose mezi prisnit që të takonin njëri tjetrin dhe të dilit në takim,
ka patur një dëshirë të madhe në zemrën tuaj për t'u takuar dhe mendonin për të gjithë ditën, mezi prisin që të binte zilja e telefonit. Pastaj vinte dita e Shën Valentinit dhe ishi shumë të gëzuar sepse e dinin që ai do t'ju shprehte dashuri në një formë apo në një tjetër, për shkak se donit shumë ishit paduruar. E dini se çfarë po ndodhte? Po ndodhte diçka brenda jush. Ai djalë kishte vëmendjen tuaj ose ajo kishte vëmendjen tuaj. Dua të di se sa shpesh mund ta kemi thënë këtë edhe për Perëndin. Për atin ton qellor, për Zotin Jezus Krisht. Dua që të mendoni për idenë e të qenurit i uritur dhe i jetur për Perëndin. Ky është i pari nga 2 mesazhet për këtë temë. Së pari dua që të mendojmë çfarë nënkuptojmë me të qenurit i uritur dhe i jetur për Perëndin. Kur e lexova këtë pasazh dhe pash se çfarë po thoshte se ishte si suta, që ka një dëshirë të madhe për rreket e ujit. Por ju mund të pyesni çfarë është uria dhe etja për Perëndin. Tani dua që të hetoni pak zemrën tuaj, nuk po tregojmë kritik. Hetoni zemrën tuaj dhe thoni Zot, kam ose nuk kam, sepse ka shumë njerëz që ulen javë pas jave në kish, por që janë të vakët. Ata janë të vakët. Me fjalë të tjera, ata e kanë vendosur se sa prej jetës tyre do t'i japin Perëndis dhe sa do të mbajnë për vete. Dëgjoni. Kur Davidi thotë ashtu, si suta ka një dëshirë të madhe për rreket e ujit, kështu edhe shpirti im, çfarë bën? Ka dëshirë të zjarë për ty, Perëndi. Ka etje për ty, Perëndi. Shpirti im ka një ndjesi të thellë dhe dëshirë të qëndrueshme, që është shumë e fuqishme, dhe është një dëshirë e pangopur. Është një etje e thellë dhe një dëshirë aq e madhe dhe e fortë sa udhëheq mendimet tuaja. E shikoni, pra është një lloj urie e shenjtë. Është një lloj etje hynore. Është diçka që Perëndia ka vendosur në zemrat tona. Kur mendojmë për këtë, ne kuptojmë se është një lloj pasioni për Perëndin. Njerëzit kanë pasione për gjëra nga më të ndryshme. Kanë pasione për njerëzit, mbase kanë pasione për ndonjë lloj sporti, ose mbase ata kanë pasion për pushimet e tyre për shembull. Por kjo është një dëshirë e thellë, urie, malli dhe etje për të përmbushur dhe për të arritur diçka ose për të bërë dikush, çfarë do qoftë. Në fakt, është një ndjenjë që ndonjëherë mund të jetë e sikletshme sepse ajo është një dëshirë shumë e fortë. Do që ta prekësh Perëndin, do që ta ndjesh atë, do që ta shohësh atë. Gati është një pakënaqësi që lind në jetën tonë sepse nuk kemi të ngopur. Nuk ngopemi duke parë, duke kuptuar. Uria dhe etja për Perëndin është diçka që Perëndia e ka vendosur brenda nesh, dhe kur e mendojmë thellë, kuptojmë që gjithmonë është duke ushtuar. Le ta themi kështu, kur keni një uri dhe etje për Perëndin, ka diçka brenda jush që po ndodh, që s'mund ta zëvendësoni me diçka tjetër. S'është diçka që sot është aty dhe nesër nuk është më. Një uri dhe etje e vërtet për Perëndin është diçka shumë e dukshme. Herës tjetër do flas për provat kur ajo është në jetën tonë dhe kur nuk është, në mënyrë që të jemi pak më të sigurt. Por tani kur mendoj për ato që ai tha, ashtu si suta ka një dëshirë të madhe për rreket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty o Perëndi. Pra, ajo që po themi është një dëshirë për ta njohur atë në një nivel shumë të thellë intim. Ndjejmë pakënaqësi me ato që ne dimë dhe kemi dëshirë për të ditur më shumë, por jo vetëm për të ditur për atë, po për të njohur atë personalisht. Besoj se Perëndia do që t'i japim dashuri, ai do që ta njohim, ai do që të jap nga vetja, ai do që të jemi me të në një mënyrë shumë intime. Por shumë njerëz janë të gatshëm vetëm të kenë një ide të cekët se kush është Perëndia. Prandaj le të mendojmë pak për këtë çështje dhe le të mendojmë dhe për faktin që kjo uri e ka burimin nga Perëndia dhe unë dua që të mendoni për diçka. Kur vjen kjo uri në jetën e dikujt? Normalisht do themi që vjen kur i besoni Jezusit si shpëtimtar, por unë besoj se ndodh para kësaj. Unë besoj se kur dikush lind në këtë botë, mbani mend që është një fazë, ka një periudhë në jetën e një fëmijë të vogël kur ai është plotësisht i pafajshëm. Dhe askush nuk e di se kur dikush e kalon këtë fazë. Por unë besoj se Perëndia vendos tek shtoqja njerëzore një dëshirë për të. Tani më dëgjoni me kujdes. Mund të pyesni, nëse Zoti ka krijuar në zemrën e një fëmije dëshirën për të, atëherë pse nuk e ndjejmë të gjithë? Ja, cila është arsye, mbase janë disa arsye. Për shembull, le të themi që një fëmijë rritet në një familje me prindër të krishterë. Ata e duan Zotin, Bibla është në tavolinë, fëmijët i shohin teksa e lexojnë, i dëgjojnë teksa luten. Atij fëmijës do t'i duhet shumë kohë që të kuptojë që Perëndia është një person i vërtet për prindrit e tij. Prandaj do të dojë që ta njohë atë. Dhe kështu, ajo që Perëndia kishte vendosur në zemrën e atij fëmije, më dëgjoni me shumë kujdes, është ushqyer shumë herët. Që mund ta njohësh Zotin dhe të kesh një marrëdhënie me të.
Tani le të marrim një fëmijë me prindër që s'mendojnë kurrë për Perëndin, s'flasin kurrë për të, nuk shkojnë në kishë, s'kan Bibël asgjë. Nuk duan të shohin apo të dëgjojnë asgjë që ka të bëjë me Perëndin. A ka i fëmijë një uri në zemër për Perëndin? Uria për Perëndin është aty sepse ai e ka vendosur aty, por nuk është, dëgjoni, nuk është identifikuar kurrë. Ai fëmijë nuk e di këtë. Dhe çfarë ndodh? Ai fëmijë rritet dhe kanalizon vëmendjen e tij drejt gjërave të botës sepse këtë kanë bërë edhe prindërit e tij. Këtë bëjnë dhe njerëzit e tjerë. Prandaj, në një fazë të caktuar të jetës me atë uri, të vendosur në çdo zemër nga Perëndia, ai person, dëgjoni, kur fillon t'i kuptoj gjërat e Perëndis, zgjedh të ndjek Zotin ose të ndjek botën. Prandaj unë i them gjithmonë prindërve që është shumë e rëndësishme t'i mësojnë fëmijët herët në jetën e tyre duke u dhënë shembull së pari dhe pastaj përmes këshillave morale dhe parimeve t'ju tregojnë se cili është Perëndia, si punon dhe se si ai dëshiron të ketë një marrëdhënie personale dhe intime me ne. Dhe kështu, mendoni për atë që tha Davidi, shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty o Perëndi. Në fakt, le të shohim për një çast pasazhin tek Isaia 43:21. Kapitulli 43 vargu 21. Dëgjoni se çfarë i thot ai popullit të tij. Më pas duhet t'ju tregoj diçka nga përvoja personale. Isaia kapitulli 43 vargu 21. Në vargun 21 ai thot: populli që kam formuar për vete do të shpall lëvdimet e mia. Pra, Perëndia më ka krijuar mua dhe juve për veten e tij. Gjithsecili prej nesh është krijuar për Perëndin. Dhe për shkak se jemi krijuar për Perëndin, ai na do për vete që ta duam, të gëzohemi në të, ta nderojmë, t'i bindemi dhe t'i shërbejmë atij. Për këtë ne jemi këtu. Për çfarë tjetër ju krijoi Zoti, që të kaloni një kohë të mirë gjatë jetës? Jo, ju mund të kaloni një kohë të mirë në jetë dhe të jeni të krishterë, padyshim. Perëndia na krijoi për veten e tij. Dhe për shkak se na krijoi për veten e tij, ajo që duhet t'i kërkojmë është kjo: Zot, çfarë po bën në jetën time? Çfarë roli luan në jetën time? Me fjalë të tjera, më dëgjoni. A është ai në qendër të mendimeve tuaja? Nëse do pyesni një prind se cila është gjëja më e rëndësishme në jetë, do t'ju thonë se janë fëmijët. E kuptoj këtë. Vetëm se s'është përgjigje e duhur. Ose burri ose gruaja, s'është përgjigje e duhur. Duhet ta dini gjëja më e rëndësishme në jetën e të gjithëve ne është marrëdhënia personale me Jezus Krishtin, me vetë Perëndin. Pyetja që duhet të bëjmë është kjo: ku qëndron interesi ynë, për çfarë ne kemi oreks? Çfarë doni në jetë mbi çdo gjë tjetër? Ashtu si Suta ka një dëshirë të madhe për rreket e ujit, kështu shpirti im ka një dëshirë të zjarrt për ty o Perëndi. Perëndia na ka dhënë shumë dhurata në jetë dhe shumë gjëra që unë dhe ju mund t'i shijojmë. S'ka asgjë të keqe me këto dëshira dhe nxitje që ai na ka dhënë në jetë për sa kohë që ato i mbajmë në vendin që ju takon. Por ja se çfarë ndodh, dhe ne e kemi parë këtë. Perëndia fillon të bekojë dikë financiarisht për shembull, por s'kalon shumë kohë dhe është bërë plotësisht i vagët dhe braktis kishën. Në një kohë të caktuar ka patur një dëshirë të vërtetë, e donte Perëndin, ka dashur të bëhet ai që Perëndia donte, por në një farë mënyrë s'ka mundur ta kontrollojë bekimin. Dhe kur mendoni për faktin që Perëndia na ka krijuar për veten e tij, gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj dhe në jetën time sot, nesër, javën tjetër, muajin tjetër, vitin tjetër dhe deri në ditën e fundit është marrëdhënia jon personale me të. Ai dëshiron që unë dhe ju të kemi uri dhe etje për të. Kështu që le të mendojmë pak për gjithë idenë se cila është natyra e përgjithshme e kësaj ideje. Së pari tham se është rrënjosur në zemrën tuaj nga Zoti. Ka qenë aty që kur ju erdhët në këtë botë. Disa prej nesh kanë qenë të perëndishëm, edhe prindërit i kanë patur të perëndishëm. Mbaj mend nënën time që përpara se të filloja të mbaja mend, që nxirrte Biblën dhe ajo lutej dhe më fliste mua. Fliste me Perëndin përpara meje. Në jetën time ka ndodhur aq herë sa s'më është dashur që të përpiqesha ta kuptoja më vonë, kam qenë me fat. Kur mbusha 12 vjeç, as nuk më kujtoje koha kur nuk bëja atë që Perëndia donte që të bëja. U shpëtova kur isha 12 vjeç, por edhe më parë kishte diçka. Dhe dini çfarë ishte? Ajo që ai ka vendosur në zemrën e gjithë secilit, por nëna ime atë dëshirë e kanalizoi në drejtimin e duhur. Siç e tham më parë, mendoj për ata miliona fëmijë prindërit e të cilëve s'kan menduar kurrë për këtë. Këta fëmijë rriten dhe kalojnë gjithë jetën duke u përpjekur që ta mbushin atë boshllëk me diçka që i kënaq. Por vetëm Perëndia përmes birit të tij Jezusit mund të na kënaq. Është një dhuratë nga Zoti. Është puna e frymës së shenjtë në zemrat tona. Është ai që ka krijuar këtë dëshirë për Perëndin. Unë dhe ju s'mund të mburremi për këtë. Është një dëshirë edhe nga Perëndia, puna e frymës së shenjtë në jetën tonë.
Për shembull, kur u mendoj për atë që ndodh kur fryma e shenjtë fillon të punojë dhe krijon këtë dëshirë në jetën e një besimtari, ja se çfarë do bëni. Ose ju do ta injoroni këtë dhe do ndiqni diçka, do ndiqni një njeri ndërkohë që Perëndia po përpiqet që ta drejtojë jetën tuaj drejt tij. Po kur filloni të keni uri dhe etje për Perëndi, ju garantoj për diçka. Kam jetuar aq gjatë dhe kam përjetuar aq sa mund t'ju them nga përvoja personale se kur ju keni Jezus Krishtin dhe keni një uri dhe etje në zemër për të, mund të jeni të lumtur, mund të jeni të kënaqur sido që të jeni, mund të keni një gëzim që është i papërshkrueshëm, mund të keni ndjesinë e paqes, të cilës mund ta shpjegoni dot. Ju nuk jeni më vetëm, keni ndjesi për mbushje, plotësimi dhe gëzimi në zemër. Pse? Sepse ju keni një uri dhe etje për Perëndin që ju krijoi bashkë me to brenda jush, në mënyrë që të keni një jetë me uri, etje dhe dëshirë të zjarrt për të. Gjatë gjithë jetës time s'kam takuar kur dikë që nuk ka dashur paqe, që nuk ka dashur gëzim, që nuk ka dashur të jetë i lumtur. Të gjitha këto janë dëshira të zemrës sonë, por këto nuk arrihen duke patur këtë gjë apo atë gjë, duke patur këtë burr apo atë grua. Por dëgjoni, këto arrihen duke rënë në dashuri me vetë Zotin përmes Birit të Tij Jezus Krishtit dhe duke lejuar atë që të na mbush me veten e Tij. Kur ju keni një dëshirë, kur keni uri dhe etje për ta njohur atë, kur Perëndia po punon në jetën tuaj, keni një qetësi dhe kënaqësi. Dhe pavarësisht nga situata në të cilën ndodheni, mund të keni një martesë me probleme ose një marrëdhënie me probleme në punën tuaj dhe mendoni si mund të jem kënaqur me këtë që po ndodh. Ju a them unë se si. Kur ju keni një uri dhe etje për Perëndin, kjo do t'ju çojë tek fjala e Tij. Do t'ju bëjë që të flisni me të. Do t'ju bëjë që t'ia hapni zemrën dhe ju do të keni një kënaqësi dhe paqe që kjo botë s'mund ta kuptojë. Pse? Sepse aty që thotë se na krijoi për veten e Tij, është aty që t'ju përmbush pavarësisht se me çfarë po përballeni. Kështu, më dëgjoni me shumë kujdes. Për shembull, më vjen ndërmend që kjo s'është një përvojë që ndodh një herë për gjithmonë. E po, tani kam uri dhe etje për Perëndin. Jo, sepse e vërteta është se Perëndia është plotësisht i pakuptueshëm, ai është i pakufi. S'do vi kur një kohë në jetën tonë kur të mos kemi më uri dhe etje për ta ndjekur atë, nëse jemi duke ecur në vullnetin e Tij. Sa shumë do të fillojmë që të kuptojmë për Perëndin gjatë kësaj jete? Kush e di? Mbase në një pikë të caktuar të jetës keni kuptuar shumë më tepër nga sa keni menduar, por e dini çfarë? Ka shumë më tepër për të mësuar për të. Përvoja e të qenurit i dashur prej Tij dhe arritja në këtë përfundim. Përvoja për ta njohur Perëndin dhe jo vetëm për ta njohur, por edhe për ta përjetuar atë. Ndonjëherë kthehem pas në kohë dhe filloj të lexoj ditaret dhe mendoj për Zotin dhe mendoj sa larg kisha shkuar në atë kohë. Më kujtohet mënyra se si mendoja. Gjërat për të cilat lutesha, gjëra për të cilat nuk lutem më tani, apo që nuk i mendoj më. Lexoj dhe për vështirësitë që kam patur për t'i besuar atij. Më vjen ndërmend koha kur i kam shkruar se çfarë po kërkoja, me çfarë po përballesha, nëse mund t'i besoja atij dhe i thoja Perëndi të lutem, unë do të besoj ty, e kështu me radhë, për gjëra që sot as nuk më shkojnë ndërmend. Sepse uria, etja dhe dëshira për Perëndin është diçka progresive. Është diçka që fillon dhe ecën para. Por ju mund të pyesni se çfarë i bën që të rriten, ja se çfarë i bën që të rriten. Kur filloni të keni uri për Perëndin, dhe kjo fillon të ndikojë në mënyrën se si jetoni, e dini se çfarë bën ai? Ai krijon një uri edhe më të madhe. Është një uri që nuk ngopet. Dëgjoni, në fund të fundit nuk ngopet kurrë. Çfarë paradoksi shpirtëror themi që nëse kemi uri dhe etje për Perëndin, kjo do kënaqë çdo dëshirë tonën. Nga ana tjetër themi që kjo uri nuk ngopet kurrë, por ja cili është ndryshimi. Ju gjeni kënaqësi në të, por nuk ngopeni kurrë me të. Është një uri që nuk ngopet për të, që ju doni të dini më shumë, të përjetoni më shumë. Nëse do t'ju thoja, sa prej jush do doni të kishit një ndjesive të dijet të vërtet, të fortë, të sinqertë, të pamohueshme, të pashmangshme, pushtuese dhe të fuqishme për praninë e Perëndis në jetën tuaj, të gjithë ne do të doni ta kishim. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Sa shumë e dëshironi këtë? E doni atë aq shumë sa kur të shtërini në mbrëmje të thoni Zot foli zemrës sime? Zot, bëj çdo gjë të nevojshme që ti të jesh me të vërtet personi më i rëndësishëm në jetën time. Ti mund t'ju duhet që t'ju marrë diçka. Duhet i bëni vetes pyetjen, pas çfarë gjëje po mbajmë?
Pas çfarë gjëje po kacavirem? Çfarë është më e rëndësishme se marrëdhënia me të? Uria dhe etja për Zotin do të thotë që keni një dëshirë të zjarrt, një dëshirë të thellë dhe të qëndrueshme, dëgjoni, që nuk mund të përmbushet kurrë, por nga ana tjetër dhe mund të përmbushet. Është diçka progresive, vazhdon të lëviz përpara. Çfarë është pjekuria shpirtërore? Pjekuria shpirtërore është rritja në marrëdhënien tonë. Dhe kështu, po të pyesja nëse jeni një krishter i pjekur, unë do t'i thoja do t'i kuj që jam i pjekur, që jam i krishter i pjekur. Sepse në të vërtetë unë s'jam i sigurt se çfarë përfshin kjo fjalë. Nga pikpamja ime mund të mendoj se jam shumë i pjekur, por nëse shoh nga pikpamja e Perëndis, ai do të më thoshte je vetëm një fëmijë. Ja se për çfarë ke nevojë në jetën tënde, këtë s'do ta thoja kurrë, por ka gjë unë e di. Jam duke përparuar. Dëgjoni, ju mund të përparoni. Por që të përparoni duhet të merreni me ato gjëra që e kanë bërë rëmu jetën tuaj. Për shembull, të kesh uri dhe etje për Perëndin, ja se çfarë ndodh. E dini se çfarë ndodh? Ai shqendra e jetës suaj gjithë ditën. Me fjalë të tjera, nëse keni uri dhe etje për të, s'ka kuptim që në një çast të ditës të thoni duhet të shkoj diku që të lutem. S'ka asgjë të keqe që të lutesh, ju inkurajoj ta bëni për shkak se keni uri dhe etje për Perëndin, do doni që të luteni. Lutjen nuk do ta kufizoni në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar për shkak të diçkaje. Me fjalë të tjera, lutja s'është më pjesë e jetës suaj, sepse keni një nevojë të caktuar. Lutja është pjesë e jetës suaj, është pjesë asaj që jeni. Është njësoj si të jetosh me gruan apo burrin. Nuk keni pse bëni një përpjekje të madhe edhe të thoni, "E dashur u sot të dua." Jo, sepse e dini çfarë, ju e keni shprehur gjithmonë këtë, e shprehni në mënyra të ndryshme, se si e prekni, se si i flisni ose me gjëra që mbani mend, me gjëra që bëni. Kështu është edhe me Perëndin. Ne nuk kemi pse trumbetojmë me të madhe. Është thjesht fakti që kur kemi një uri etje dhe dëshirë për të, ai është gjithmonë qendra e jetës sonë. Por ka shumë konkurrencë në jetën tonë. Dua vetëm t'ju kërkoj që të filloni të mendoni për këtë në jetën tuaj. Ju do ngrini nëse në mëngjes dhe bota fillon aktivitetin sërish. Por çfarë ndodh nëse ndaloni dhe thoni Zot, sot dua që të më afrosh pranë vetes. Dua të përjetoj një intimitet me ty që se kam përjetuar më parë. Zot, ja se çfarë duhet të bëj. Këto janë gjërat që mendoj se duhet të bëj. Dua që të më shfaqesh aq qartë sa ndërsa i bëj këto gjëra të jemi vetëdijshëm për praninë tënde. Trazoj ato uri brenda meje. Krijoj një dëshirë më të thellë për ty në zemrën time. Dhe Zot, kur të më shohësh që të më tërheq, ose të më josh diçka që mund të më largoj prej teje, më tërhiq drejt vetes. Më ndihmo të kuptoj, më tërhiq drejt vetes, më tërhiq më afër vetes, më merr tek ti, Zot. Mos më lër të lëkunde, mos më lër të ende më kot. Por krijo brenda meje një dëshirë për ty, që të mund të kontrolloj plotësisht bisedat dhe sjelljen time gjatë gjithë ditës. Mendoni se ai s'do të përgjigjet? Me siguri do të përgjigjet.